Atmosfera magjike e festave të fundvitit ndihet nga të gjithë dhe kudo, por më shumë e ndjejnë fëmijët. Kjo javë që po mbyllet ka qenë e mbushur me aktivitete për festat organizuar me shumë dashuri nga mësuesit dhe nxënësit e shkollës nënshkruesi pavarësisë Nebi Sefa. Dekorimi i hapësirave shkollore, krijimi i kartolinave për festat, përgatitjet e konkurseve të ndryshme, dhuratat e zgjedhura me kujdes për njëri tjetrin dhe në fund balloja e fundvitit. Nën tingujt e muzikës festive dhe në një atmosferë plot ngjyra elegance buzëqeshje, gjimnazistët kaluan një mbrëmje të paharrueshme. Nxënës e mësues festuan së bashku mbylljen e një viti plot sfida e suksese. Është një kënaqësi e veçantë, një emocion i bukur të ndodhemi sot këtu, në këtë mbrëmje festive së ballës së fundvitit, për të festuar së bashku një vit tjetër përpjekjesh, suksesi dhe kujtimesh në shkollën tonë, në shkruesi pavarësisë Nebi Sefa. Në këtë mbrëmje, falenderoj mësuesit tanë që me përkushtim, durim dhe profesionalizëm na kanë udhëhequr çdo ditë në rrugën e dijes. Falenderoj drejtuesit dhe personelin e shkollës që me punën e tyre të palodhur krijojnë një midis të sigurt dhe frymëzues për të gjithë ne. Një falënderim i veçantë shkon për nxënësit të cilët me energjinë, talentin dhe ëndrat e tyre e mbajnë gjallë shpirtin e kësaj shkolle. Ju jeni arsye pse kjo shkollë ka kuptim. Në këtë fundvit ju urojmë të gjithë shëndet, paqe dhe suksese. Uroj që viti i ri të sjellë më shumë arritje, më shumë buzëqeshje dhe mundësi për të realizuar ëndrat tuaja. Gëzuar ballon e fundvitit dhe ju faleminderit që jeni pjesë e kësaj familje të bukur shkollore.